SPAK ka intensifikuar hetimet për tenderin e lotit të 4 të Unazës së Madhe, një procedurë 20 milion euro, që, sipas të hënave të hartuara nga dekriptimi i telefonave, dyshohet se është paracaktuar nga zëvendës kryeministrja Belinda Balluku dhe vartësit e saj në autoritetin rrugor shqiptar. Procedura është zhvilluar me shpejtësi të pazakontë. Tenderi u hap më 16 gusht 2021, fituesi u shpall më 6 tetor dhe kontrata u lidh më 21 nëntor. Sipas hetimeve paraprake, komunikimet mes Balluku dhe vartësve të saj tregojnë se fituesi ishte përcaktuar përpara garës. Fitues ka rezultuar bashkimi i 3 kompanive: Euro Teorema Peqin, Pevlaku dhe Nova Construction 2012 me ofertë 19.9 milion euro, rreth 95% të fondit limit. Dokumentet tregojnë se Euro Teorema ka marrë tendera edhe gjatë qeverisjes së Sali Berishës, duke përdorur në atë periudhë konsulenca juridike nga Argita Berisha, ndërsa Nova Construction 2012 është në pronësi të Ilir Shtufit, një biznesmen i dyshuar si i lidhur financiarisht me familjen Berisha, denoncuar vazhdimisht nga mediat. Tenderi mban flamur të kuq në faqen e prokurimit publik për 2 arsye të forta. Janë skualifikuar të gjithë operatorët konkurrues, mes tyre edhe kompani me oferta shumë të ulta. Nga 8 konkurrent, 3 kompani ofruan kosto dukshëm më të leverdishme për buxhetin e shtetit. Alpstar 16.8 milion euro. Kurri vëllezrit Hisa BE 17.4 milion euro dhe Kevin Construction vetëm 15.9 milion euro. Të gjitha këto u përjashtuan me argumentin se nuk plotësonin kritere teknike. Ndërkohë, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i dha operatorit fitues 267.6 pikë, ndërsa mesatarja ofertuesve të tjerë ishte vetëm 89.2 pikë, duke ngritur dyshime për favorizim ekstrem. Sipas ekspertëve, nëse do të ishte shpallur fituese një prej ofertave më të ulta, taksa paguesit shqiptar do të kursenin miliona euro. Hetimi i SPAK vijon, ndërsa pritet të thirren figura të tjera të rëndësishme të institucioneve publike.